Kryesuesi i listës së Partisë Socialiste në Shkodër, Ditmir Bushati, ka akuzuar Partinë Demokratike se ka rënuar Shkodrën. Ministri ka rikujtuar dramën që po kalon vllaznia në qytetin më të madh verior, ku futbolli dhe basketbolli janë simbole që as komunizmi nuk i preku dot, ndërsa sot politika e mbrapsht e PD-s po e rënon plotësisht. Shifeni ku ka përfunduar vllaznia e Shkodrës, me përjashtim të trajnerit Cungu, që ka lidhje me futbollin. Dy tjerë, Gjyrezi dhe Hoxha, janë njerëz Partisë Demokratike, janë njerëz që shkoshin bashkë në rojë natët e çadra Partisë Demokratike, nuk kanë asnjë lidhje, as me topin, as me fushën, as me rrjeten, as me menaxhimin e sportit. Po pse i marrun Shkodrës futbollista? Nuk ka Shkodra njerëz si Ysen Zmiani, nuk ka Shkodra njerëz si Bardhiera, nuk ka Shkodra njerëz si Ferit Ragami, nuk pas ka Shkodra njerëz si Lul Bershemi. Kryesuesi i listës së Partisë Socialiste në Shkodër, në fund të fjalës së tij para banorëve të Kirasit, ftoi gjithë shkodranët që votën mos ta bëjnë pjesë të pazareve të partive biznes, por të jetë votë për punën e ndershme, zhvillimin e këtij qyteti dhe të ardhmen e rinisë shkodrane. Kam një gjuhë kandidat cilë kanë humbë qetësinë, cilë kërkojnë vota jashtë partisë tonë, po i kërkojnë për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste, duke thënë lart e poshtë edhe se jemi në koalicion. Jo të gjithë politikanët janë njësoj. Ka aq drejt sa që unë kam kuptuar në Shkodër që sidomos politikanët që kanë kthy politikën në biznes, politikanët që kanë keq përfaqësuar Shkodrën, politikanët që e kërkojnë me ngulm dhe me forma nga më të ndryshme mandatin e deputetit kësaj rradhe sepse kanë frikë nga drejtësia. Të gjithë tyre unë kam dëshirë t'i bëj një apel drejt për drejt sot. Mos guxoni për me përdor më të njëjtat taktika në Shkodër. Jeni nën monitorim të rrept.